Dionis Teqa. Ky është emri që sot trokiti në dyert e të paktën 10 redaksive mediatike me një padi ndaj gazetarëve, me pretendimin se i është dëmtuar imazhi. Përmes gjyqtarit Flamur Kaplani, biznesmeni kërkon nga një sër mediash heqjen e një lajmi për sigurim padije. Bëje mirë, bëje vet. Edhe në këtë rast, Teqa duket se i qëndron sloganit të një prej bizneseve të tij më të njohura, Megatek. Përveç kërkesës për fshirjen e lajmit, ai kërkon nga mediat edhe një dëmshpërblim që shkon deri në 680.000 euro. Biznesmeni rezulton pronar ose aksionar në një numër të madh kompanish, që shtrihen nga tregtia te hidrocentralet dhe ndërtimi. Mes tyre figurojnë Megatek, Teqa International, TNT Express Albania, Global Invest, HEC Peqin, Hydropower Peqin, Mercato Italia, Fashion Avenue dhe Alien House SHA. Në Megatek u konstatuen rastet punësimit të miturëve të moshës 13 deri 16 vjeç, të cilët kryenin punë të rënda fizike. 2 prej tyre, E Alla 14 vjeç dhe K Dusha 16 vjeç, u aksidentuan në rënd pasi ranë nga rreth 12 metra lartësi. Një tjetër rast lidhet me humbjen e jetës së një 32 vjeçari në mars të vitit 2023, gjatë punës në ambientet e Megatek. Policia procedoi Dionis Teqen si person përgjegjës për shkelje të rregullave të sigurisë në punë. Gjykata e shkallës së parë në Tiranë ka bërë shpallje publike për Dionis Teqen, pasi ai nuk është paraqitur në procesin gjyqësor ku ortaku i tij Thanas Hyseni e ka paditur për mashtrim, falsifikim dokumentesh dhe përvetësim pasuror në kompanitë e Radmail dhe TNT Express Albania. Sot kësaj liste polemikash shtohet edhe përpjasja me median. Përmes gjyqtarit Flamur Kaplani, Dionis Teqa kërkon heqjen e një lajmi të bazuar mbi një raportim real dhe dokumente zyrtare të gjykatës.